Jam zhvendosur të këndi me Anila Kadeshin, e cila si gjithmonë në pret me tryezën, me ushimet të ndryshme, ku disa janë ato ushimet që duhet i shmangim, disa ato që farë ne duhet fokusohemi për një jetë të shëndetshme cilësisht. Sot jemi të fokusuar tek problemi i anoreksis, një çrregullim që prek jo pak persona, sidomos të rinjt, besoj janë më të prekur. Diku mosha 12-13 vjeçare janë ato që janë më shumë të prekur, le të themi, por duke vazhduar edhe në një moshë pak më të madhe, le të themi që është goxha e dukshme. Prek më shumë femrat se sa meshkujt, sepse femrat zakonisht kanë atë marrëdhënien, le të themi, me pasqyrën, janë shumë të ndjeshme përpara pasqyrës dhe natyrisht personat anoreksik janë personat të cilët kanë probleme psikologjike, probleme metabolike, dhe kanë nevojë për profesionistë të vërtet, duke filluar që tek një psikolog, tek një endokrinolog dhe duke vazhduar me dietologun, i cili do të ishte një mbështetje shumë e mirë për t'i nxjerrë nga kjo situatë. Le të themi, një koeficient i masës trupore BMI është, le të themi, përcaktuesi i asaj nëse jemi në peshë normale, mbi peshë, nën peshë ose obez. Dhe tek persona që kanë një koeficient të masës trupore nën 18, ne kemi patjetër një person i cili është nën peshë. Por kur është anoreksik, kjo është akoma më e tmerrshme, sepse ushqimi shikohet si një armik i vërtet. Në fakt ushqimi s'është armik, ushqimi është shëndeti ynë dhe shëndeti na fillon tek pjata që ne konsumojmë dhe nëse ne do ta konsiderojmë si të tillë ushqimin, patjetër që do kemi krijuar jo vetëm probleme me anoreksin, pra një pamje jo të shëndetshme, le të themi, jo të bukur, por edhe një shëndet jo të mirë. Duke filluar, po flisnim edhe pak më parë për pjesën e ushqimit, që ndonjëherë është më e vështirë që ti të ruash një raport cilësor dhe të shëndetshëm me ushqimin, konsumosh sa duhet, sesa të mos kesh fare raport me ushqimin. Ndaj ndonjëherë edhe është si alternativa më e thjeshtë, sepse në qoftë se ti thjesht heq dorë nga ushqimi, duket sikur është më realizueshme, por ka shumë pasoja për shëndetin. Deri në çfarë pasojash bëhet fjalë? Po duke filluar që tek marrja e mendve, janë të pafuqishëm, janë të lodhur, kanë këto rrafë e zinë të syve, flok të brisht, thonjë të brisht, lëkurë të hollë shumë. Shumë shpesh janë anemik, sistemi imunitar i tyre është shumë i dobët, osteoporoza, kockat e tyre janë të pa ushqyera. Kanë dismenore, pra humbje të ciklit menstrual, që do thotë për një femër është dhe duke shkaktuar dhe infertilitet, pra janë njësër, le themi, patologjish dhe problematika shëndetësore. Nëse shumë shpesh njerëzit që janë mbi peshë ose obez keq kuptohen ose paragjykohen, le themi që edhe personat anoreksik dhe ato të cilët janë nën peshë nuk janë të shëndetshëm. Pra nuk është e thënë që ti duhet të hipësh në peshore dhe nëse ke një peshë shumë të ulët, ti ke një shëndet të mirë, përkundrazi. Për shembull, le të marrim një parametër trupor. Masa yndyrore e një personi duhet të jetë 13% në trup. Dhe këta mund të kenë një masë yndyrore shumë të vogël, por ne e dim që yndyra në trup është shumë e shëndetshme edhe për qelizat, për formimin e qelizave, për rigjenerimin e tyre, dhe natyrisht të persona e kanë në mangësi, sepse refuzojnë të konsumojnë. Unë kam njohur personalisht, kam pasur fatin, le të themi, të njoh një zonjë e cila kishte mbaruar studimet në Rusi dhe ishte pedagoge dhe kishte një vajzën 36 vjeçare. Ajo ushqeheshe me një gotë qumësh në ditë dhe një kokër mollë. Pra kalori zero, le të themi. Eoma ishte shumë e shqetësuar dhe vajza sot nuk rron më, për arsye të problematikave shëndetësore që ajo kishte krijuar në organizmin e saj. Pra janë probleme psikologjike, ajo e shikonte veten ishte e mbyllur pothuajse gjithë ditën, nuk dilte për jashtë, nuk konsumonte dreka dhe darka siç konsumojmë ne me miqt, me familjarët. Ideja se ajo do ndihej e paragjykuar në darkat apo drekat që konsumoheshin jashtë e bënte ato që të refuzonte daljen jashtë dhe të rinte shumë brenda. Ushqimin e shikonte si armik, nuk kishte shije dhe kishte humbur të gjitha shqisat e shijeve, kishte probleme shumë me nivelet e leptinës, kortizolit, pra hormonet e saj kishin dalë të gjitha jashtë funksionit, derisa arriti në momentin fatal. Nëna e saj ishte 80 e sa vjeçe dhe ishte, le të themi, e shëndetshme, gëzonte shëndet të plot dhe vajza në moshën 36 vjeçare humbi jetën për arsye të deficiencave që kishte në organizëm. Pra pasojat mund të jenë edhe fatale. Edhe fatale. Vetëm nga absolutisht ne ushqimi. kemi parë shumë modele të cilat në pasarela kanë humbur jetën. Le të rikthehemi atëherë sugjerimeve dhe këshillave që duhet t'i japim personave të tillë që kanë problematika si kjo e anoreksisë.
Unë kam sjellur një regjim treditor, në fakt, por gjëja më e parë dhe më e rëndësishme që është që këta persona duhet të fillojnë të konsumojnë vakte të shpeshta dhe të vogla, sepse stomaku i tyre është bërë si një stomak bebeje. Dhe natyrisht volumi i madh i ushqimit do t'i shkaktonte problematika në organizëm, kështu që për të rikthyer me pjesën e stomakut, refluksin dhe çdo gjë, sistemi i tretës i tyre nuk do funksiononte shumë mirë. Dhe unë mendoj që gjëja e parë është konsulta me një psikiatër për ta ndihmuar për të kaluar psikologjikisht këtë situatë apo këtë problematikë shëndetësore. E ndërkohë do të shfaqim edhe tabelat që përmende pak më parë, që të shoqërojmë bisedën. Duke vazhduar me konsultën me një endokrinolog për të parë gjendjen e hormoneve, si janë hormonet në momentin kur personi vendos të rikthehet në formën e mirë dhe duke vazhduar pastaj me dietologun i cili unë ju kam sjell një regjim ushqimor të bazuar në proteina të shëndetshme, në karbohidrate të shëndetshme. Mëngjesi është një tërshër e gatuar me krem orize ose qumësht. Zakonisht duke pasur probleme me tretjen mund preferohet qumshti bimor. Duke vazhduar me një frut që mund të jetë një banane ose një komposto mode dhe një lugë gjalp kikiriku ose arra të bluara për t'i dhënë ato yndyrnat e shëndetshme që ka nevojë organizmi i tyre. Më pas, paradite, mund të kemi një kos pa laktoz ose soje, duke i shtuar një grusht me fruta të thata, le të themi, ose me biskota të thjeshta, duke vazhduar në drek me një supë kremoze perimesh dhe oriz ose së patate së bashku me një fileto pule ose peshku. Duke vazhduar me vaktin e pasdites, e cili mund të ishte ndoshta një kos, mund të kalojmë tek dita e dytë, mund të ishte një smoothie me qumësht ose kos, me banane ose pak kakao dhe vanilje për t'i dhënë pak shije dhe duke i shtuar një lugë gjalp kikiriku përsëri dhe kjo për të ndihmuar për të marrë ato sasi kalorish që i nevojitet një personi për të rikuperuar peshën. Duke vazhduar në darkë me makarona dhe një fet bukë të thekur me pak djath dhe avokado, po kështu dhe perime ose një sallatë të ndryshme. Qumështi dhe mund të jetë shoqëruar me pak mjalë dhe reçet dhe kjo mund të jetë në vaktin e pas darkës, le të themi. Pra, përpara se të flojmë gjumë, ne mund të konsumojmë një gotë qumësht ose një tost tjetër. E them këtë që është shumë e mirë për të ndarë në vakte të shpeshta, le të themi, për të ndihmuar sistemin tretës të këtyre personave, për të ndihmuar për të rikuperuar peshën ose për të rikthyer shijet e atyre që i kanë humbur fatkeqësisht. Pra, tabelat dhe dieta ishte për të rikthyer shijet, por edhe peshën. Por mund të japim disa informacione shtesë për ato persona, për shembull, që nuk duan plotësisht ta rikthejnë peshën, sepse ka pasur një arsye ndoshta pse është kaluar në anoreksi. Ndoshta duan të jenë përsëri në situatë, le të themi, me peshë të ulët, por duke normalizuar shëndetin. Duhet ulet sasia. Është ndryshe kur flasim për anoreksin. Anoreksia është refuzimi kategorik i ushqimit. Pra personi nuk konsumon absolutisht asnjë lloj ushqimi. Dhe është ndryshe për të mbajtur trupin në formë. Një person 1,70 vërtet mund të jetë nën peshë, por nuk është anoreksik. Personi mund të ushqehet, por vaktet e tija mund të jenë të reduktuar, por mund të marrë çfarëdo lloj ushqimi. Nuk duhet të ngatrojmë atë që do të mbajë një trup në formë dhe në një peshë konstante dhe të mirë, le themi, por që ushqehet shëndetshëm, sepse një person mund të jetë nën peshë, por mund të kenë një metabolizëm aktiv dhe mund të marrë ai ushqim që merr është një ushqim i shëndetshëm. Ndërsa në rastin e anoreksisë ne kemi refuzim total të ushqimit. Do të kalojmë tek dita e dytë e dietës, sepse siç thamë është dietë traditore. Dhe zakonisht personat anoreksik kanë edhe zakon të tmerrshëm, konsumojnë shumë duhan. Po. Dita e dytë është pak më e plotë për a referuar me ditën e parë, duke konsumuar 2 feta bukë me një omlet, me 1 ose 2 vezë, me pak gjizë dhe djathë dhe një frut. Po kështu, një lugë vaj ulliri dhe do t'ishte shumë e mirë që të kishte edhe një copë avokado në pjatë. Paradite mund të konsumojnë ara dhe bajame të bluara, ose mund të përdorin një biskot me tërshër ose një kos, duke vazhduar në drek, gjedhën e shtëpis, kuptohet, ndoshta patatja mund t'ishte një ushqim i cili është lehtësisht i pranueshëm, le të themi, edhe për personat anoreksik, por mund të jenë edhe bishtajore, siç mund të jenë thjerëzat, mashurkat, bishtajat.
duke vazhduar me salca të ndryshme dhe me perime të gatuara, të cilat përsëri do t'i ndihmonin për të rikuperuar peshën, por gjithashtu edhe për t'i rikthyer shijen, një shije lehtësisht të pranueshme tek këta persona. Ishim me ditën e dytë të dietës, sugjeruar për persona që kanë probleme me anoreksin, do të kalojmë tek dita e tretë për ta... Apo jo, jemi me vazhdimin? Jo, vazhdojmë me ditën e dytë, duhet jetë pasditja, është dietë me shumë vakte, me vakte të shtuara. Le të themi që sa më shumë konsumojnë vakte të ndryshme dhe sa më shpesh konsumojnë ushqime, aq më mirë do të ishte. Natyrisht ta persona duhet të jenë të monitoruar edhe në elektrolitet, por gjithashtu edhe në vitaminat dhe mineralet në deficiencat e tyre. Për shembull, personat anoreksik vitaminën D3 le të themi e kanë në deficiencë të plot her pas here. Por gjithashtu edhe hekurin, duke mos marrur ushqim mjaftueshëm, pjesa më e madhe e tyre janë anemik, por duke refuzuar ushqime në mënyrë kategorike, e thashë dhe më përpara kanë probleme endokrinologjie dhe duke krijuar ndoshta probleme me tiroiden, për shembull hipertiroidizmi, është një tjetër, le të themi, problematik që mund t'i shoqërojë këta persona anoreksik. Ndërkohë do të ndjekim edhe ditën e tretë të dietës, që dita e tretë, një stabilizim i rutinës, pra le të themi i kemi bërë 2 ditë të plota dhe duke filluar me një kos të pasuruar me pak musli, fruta dhe fara, kia dhe lule dielli. Dhe nëse ke probleme në tretje dhe konsumimi i fibrave është shqetësues, mund të zëvendësohet me musli ose me tërshër të gatuar. Paradite mund të jetë le të themi një Facebook me djathë ose me gjizë me pak vaj ulliri në formën e brusketës do të ishte shumë e mirë për të thithur lëngjet e stomakut, aciditetet ndoshta që mund të ketë krijuar gjatë gjithë kohës. Duke vazhduar me drekën, me mish viçi ose mish pule, me oriz dhe makarona dhe perime të gatuara. Kjo ishte pjesa e deri në ditës drek, së duke tretë vazhduar deri në pastaj me drek. mbasdite, që mund të jetë një smoothie ose qumësht, dhe si alternativë mund të jetë një ëmbëlsirë e vogël e bërë në shtëpi, një kek i thjesht, jo shumë i ngarkuar me aroma dhe erza, pasi duke humbur shijet, këta persona e kanë pak më të vështirë për t'i pranuar, duke vazhduar në darkë me supë që mund të ishte për hapjen e oreksit, le të themi, dhe pse jo një Facebook me gjalp, me pak avokado, me pak vezë, djathë apo peshk, të kombinuar me perime të gatuara. Dhe gjithmonë në darkë, ndoshta një gotë qumësht, bajame ose soje, një qumësht bimor, le të themi, pa laktozë, do ndihmonte mjaft mirë për të bërë një gjumë të qetë edhe për t'i lënë këta njerëz që të rimarrin peshë. Zakonisht pjesa më e madhe e tyre janë edhe persona që konsumojnë shumë çaj, e thash më përpara janë persona që konsumojnë shumë ujë, shumë çaj dhe duhan patjetër që kjo e bën ndoshta për të frenuar pjesën e oreksit. Unë nuk besoj një person anoreksik, që në fjalë anoreksik është mungesë e theksuar e oreksit. Po mendoj që në fillim e kanë bërë për të... Fillimi është, pra nëse ata kanë kërkuar që të humbasin peshë për të pasur një formë shumë të mirë trupore, duke zvogëluar stomakun, duke kaluar në një frenim të theksuar të oreksit, ato kanë shkaktuar këtë anoreksi e cila është refuzim total. Ushqimi nuk është armik, nuk duhet konsiderohet i tillë, ushqimi është, le themi, ilaçi kryesor dhe investimi më i mirë që mund t'i bëhet shëndetit tonë. Dhe besoj kjo është mënyra më e mirë për ta mbyllur këtë rubrikë për ditën e sotme, siç e tham pak më parë, është një mik me të cilin duhet të dimë të ruajmë raportet e shëndetshme me ushqimi, por kurse një armik. Falenderoj Anila, kënaqësi si gjithmonë. Ndërkohë do të vazhdojmë në një hapësirë tjetër miq, ku tashmë Iva është rikthyer në studio. Jam këtu Antoneta edhe jam pozicionuar më një herë në këtë kënd të studios për të vijuar e për të folur për një tjetër tematik, por më një herë pas sigletës.